E rënd ka ndodhur rreth mesnatës së 23 gushtit në fshatin Kërvasari të komunës së Malishevës, ku një çift bashkëshortor janë gjetur të plagosur me armë zjarri në dhomën e tyre të gjumit. Sipas informatave që posedon Policia Rajonale e Gjakovës, pas dhënies së ndihmës mjekësore, çifti është dërguar në CKUK, ku rreth orës 1:10 minuta gruaja ka ndërruar jetë. Policia thot se e ndjera ishte shtatzën. Sipas autoriteteve, i dyshuar është bashkëshorti viktimës, që gjithashtu raportohet të jetë në gjendje të rëndë shëndetësore. Policia më njëherë ka dalë me zgjedhje, ka ndërmarrë veprimet hetimore, ju është ofruar ndihma mjekësore të lënduarve në këtë rast dhe janë dërguar në CKUK, ku më vonë nga CKUK ja jemi njoftuar se viktima femër ka ndërruar jetë. Për informacionin e tyre, këta dy persona janë bashkëshort. Në vendin e ngjarjes është gjetur edhe një orë zjarri. Gjithnjë sipas informacioneve nga policia, bashkëshorti i viktimës është në gjendje të rëndë shëndetësore, ndërsa ai është ushtruar edhe një kontrolli të shëndetit mendor. Kem pranuar informacion se ai është trajtuar edhe në aspektin e shëndetit mendor. Mirë po, kjo është vetëm në sozat informatave që kemi tash. Pritet të verifikohen, pritet të merren veprime hetimore, kuptohet në koordinim me prokurorin e shtetit, edhe të verifikohen gjitha këto informacion. Se i dyshuari e ka gjendjen kritike, e tha edhe prokuroria themelore në Gjakov. Sipas të dhënave fillestare, një person i gjinisë femërore, bashkëshortja e personit të dyshuar, si pasojë e plagëve nga arma e zjarrit, ka ndruar jetë në CKUK, ndërka që i dyshuari po ashtu ka pësuar plagë të rënda nga arma e zjarrit, i cili është dërguar për trajtim mjekësor dhe sipas njoftimit nga CKUK, i njëjti është në gjendje të rëndë dhe kritike për jetën, thuhet ndër të tjera në njoftim. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajet i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për kryerjen e autopsisë, derisa rasti është iniciuar për veprat penale, vrasje e rëndë dhe mbajtje në pronësi, kontroll dhe posedim të pa autorizuar të armëve. Për shkak të ndjeshmërisë së rastit, mediat nuk janë lejuar të afrohen pranë shtëpisë ku ka ndodhur tragjedia.